Limhoti është nga personazhet që po shkakton më shumë zhurmë jo vetëm brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova, por edhe jashtë saj. Ndërkohë që ai nuk di se çfarë po ndodh jashtë, me shpejtësinë e erës është bërë publike një video ku shihet Limi i shtrirë për tokë, i pamundur për të reaguar ndaj personave që e goditën. Duket se Limi ka qenë nën shoqërinë e një femre, e cila në video është disa metra larg tij dhe e pamundur për ta ndihmuar. Por çfarë ka ndodhur? Miqtë e Limit janë shprehur se kjo ka ndodhur vetëm disa ditë përpara se ai të futej në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova. Mosmarrveshjet dhe përplasjet kanë filluar mes Limit dhe Finemit në rrjetet sociale dhe ky i fundit ka porositur 3 persona që t'i çojnë deri në vend. Limi, i cili njihet edhe me Nofkën Doktori, ka parë këtë video të xhiruar para se të futej dhe të izolohej brenda shtëpisë. Me sa duket, ai e ka kuptuar që i ka kaluar cakun me ofendime me reperin kosovar dhe nuk ka dashur ta vijojë këtë përplasje me këngëtarin, e më pas ka reaguar për videon virale duke thënë: "E po mos bëni kështu dhe ju, nuk është ndonjë qamet i madh, thjesht një grusht është. Dhe këto skena për burrat janë, se nuk janë për gratë." Duket se Limi e ka kaluar me sportivitet këtë gjë, ndërkohë që rrjeti zihen me komente ku shumë veta shprehen se Limi ndryshe shfaqet brenda shtëpisë dhe ndryshe është jashtë saj.